Thot, a është e saktë se duan e kunutit duhet me ba gjysmën e Ramazanit dhe mos me ba gjysmën tjetër, dhe jashtë Ramazanit gjysmën e vitit, do më thënë ta bëj duan e kunutit, gjysmën e vitit mos e bëj, Allahu ju shpërbleft, amin, Allahu ju shpërbleft edhe ju. Duaja e kunutit është sunet, prej suneteve të namazit. Do më thënë, nëse e bën njeriu, është mirë, dhe nëse nuk e bën, nuk ka asnjë mangësi në namaz. Madje është sunet ndonjëherë edhe mos e bëj. Do thotë kjo është pra është sunet jo i përhershëm, i vazhdueshëm i namazit të vitrit. Për këtë shkak nuk ka kështu të caktuar që gjysmën e Ramazanit po, gjysmën jo, gjysmën e vitit po, gjysmën jo, nuk ka ashtu, por njeriu e bën sepse është lutje, edhe është vend i mirë për të lutur dhe lutet në shumicën e rasteve, po ndonjëherë nëse e harron, do të thënë nuk ka as se visesh dhe as nuk ka kompenzim, as nuk ka asnjë mangësi namazi, por ndonjëherë është mirë që qëllimisht ta lër, jo me harresë, por mos e bëj duan e kunutit. Po kështu me gjysmën e vitit nuk ka caktuar, wallahu a'lam.